që nuk kemi pas problem se për këtë vërshimeve. Si për mbledhjet të kësaj lidhje të drejt për drejt, zoti Muharrem, ai duket që situata në Suarek është tashmë në gjendje të mirë? Nuk ka pasur dëme në njerëz? Jo, është e qetë, është stabile, është në kontroll, mirë po ne jemi të i prit si pas meteorologëve të Kosovës, çdo herë jemi nga diçkëri dhe jemi në teren. Dhe theksoni fondin emergjent i cili duhet për komunat? Çdo herë e kom theksu, te para 5 vite kena pas një fond emergjent, e kem pas kodin, mirë po momentarisht nuk e kem atë fond, nuk e ka Suareka, por besoj që nuk e ka asnjë komunë në Republikën e Kosovës, kështu që është patjetër ta kemi një fond emergjent. Sysh ka ndodhur pjesë të hija, të më thonë se ka mos i pas vërshime, ka mos i zjarre. Vitin e kaluar që pas për shembull domën zjarre që u dashte paguajmë disa kompenzime, disa shtalla të baktisë, po kem munduar një stimulim të vogël, po s'kem mund të dal përballë bujqëve tonë. E qartë. Zotri Muharrem, ju falenderoj shumë për inkuadrimin tuaj në gazetë. Falenderoj juve.